në raport me fjalimin që sa po mbajti deputeti Gruda, u thanë disa të pavërteta, u tha që nuk lejohet që të mbahet seancë pa u votuar qeveria, megjithse kuvendi është i konstituar, mirë po më lejeni t'ja rekujtoj zotërit Gruda, sepse di fort mirë që kjo nuk qëndron, sepse nuk është të shkruar askund një gjë e tillë. Pra askund nuk është të shkruar. Ai u referua praktikave, por praktikat bëhen duke zbatuar në praktik. Kjo është një praktik që po formohet tash. Pra kemi një situatë të jashtëzakonshme dhe mund të shfrytëzohet si e tillë. Për fakti që deputeti Gruda është sot këtu, edhe pas konferencës për media nga Vlora Qitaku, që e pam pak më herët, tregon edhe për disonancën brenda vetë partisë. U tha që komisionet nuk mund të formohen sepse ende nuk dihet kush është pozit e kush opozit. E pavërtet gjithashtu. Kjo vlen vetëm për 2 komisione. Është komisioni për mbikëqyrjen e AKI-s, të cilin duhet ta udhëheqë opozita, dhe është komisioni për mbikëqyrjen e financave publike, të cilin gjithashtu duhet ta udhëheqë opozita. Por të gjitha komisionet tjera nuk mvaret kush është pozit e kush opozit. Shkurt, kryetaru, nuk e kam ndërmend me zgjat shumë, po do të thonë vetëm një fakt. Fakti që vetëvendosja ka zgjedhur që çështjet juridike ti mbroj përmes ministrit të financave, tregon mjaftueshëm sa seriozisht e keni marrë kushtetutën dhe ligjin. Ju mund të jeni, unë nuk mendoj as që e keni bërë punën si ekonomist mirë, po nejse. Edhe një herë po sqaroj për fundit herë. Nuk e kuptoj pse bën atë lexim. Do të thotë ose pse si e jurist. Ky nen paragrafi 5. Prit, është të lexoj unë, prit pak. Kufizimet e përcaktuara në këtë nën vlen edhe për qeverinë në këtë nen. Kufizimet, o zotëri, kufizimet. Ndërkaq neni që të lejon me pru këtu, thot përjashtimisht. A kupton përjashtimin prej kufizimit? Paragrafi thot përjashtimet. Dëgjoj, mundi me qesh sa doni, njerëz janë tuna po. Kufizimin nën kupton pamundësinë me pru ligjin. Përjashtimi thot ligji mundet me pru qeveria që është në dorëheqje. Këto janë shumë të qarta, mos mendoj që kam debat më shumë me juve. Fakti edhe një herë po them që keni zgjedhur të mbroni me një ekonomist për çështje juridike tregon shumë. Vjen keq. Faleminderit kryetar. Së pari, nuk është në rregull që nuk e lexon nenin deri në fund, paragrafin deri në fund, pra paragrafin 5 të nenit 31, sepse ky thot kështu: kufizimet e përcaktuara në këtë nen vlen edhe për qeverinë në situatën siç përcaktohet në nenin 28 paragrafi 1, nën paragrafin 1.1 të këtij ligji, deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Pra, mandati i qeverisë përfundon, paragrafi 1.1 me përfundimin e mandatit 4 vjeçar të kuvendit. Pra ne kemi përfunduar mandatin 4 vjeçar në fund të marsit. Prandaj edhe ligji na lejon, pra kjo qeveri detyrë që të dërgoj buxhet në kuvendin e Republikës së Kosovës. Buxheti nuk është i Albin Kurtit. Nëse keni nati me kryeministrin Kurti, po a bëj të qartë, buxheti prej rreth 4 miliardë euro është i shtetit, është i qytetarëve, dhe mendoj që me pas prokurori të përgjegjshme e profesionale, të gjitha ata të cilët tentojnë me fut vendin në krizë sociale, ish dasht mu përgjigj penalisht. Ne po, kemi mund ta bëjmë qeverinë, por ne nuk bëjmë pazare siç keni bërë ju. Me tendera, me ambasada, me listën serbe që jemi detyruar mi prit, me orë të tëra këtu në kuvend, vetëm për mja u dhënë votën për qeveri. Me pos një vend ministre drejtësisë 5 vjet, një person që se dallon kufizimet prej përjashtimeve në ligj, është e tmerrshme. Edhe një herë, kufizimet thot vlen, kufizimet. Nëse gjeni një jurist pavarur në këtë vend, që e thot këtë që po thot ish ministre e drejtësisë, unë e dorëzoj mandatin e deputetit. Nëse ka gjykat, po jap një premtim publik. Jo prit, një premtim publik. Nëse e çoni ju në cilën do gjykatë Kosovës dhe del siç po thoni ju, unë premtim publik e dorëzoj mandatin. Mojeni mend pe me. Unë e dorëzoj mandatin. Faleminderit shumë.